Një epokë e re duket se po nis për Kalan e Elbasanit, një nga thesaret më të rëndësishme historike dhe kulturore të qytetit, pritet të marrë një pamje krejtësisht të re përmes një projekti ambicioz të rivitalizimi, i cili synon ta kthejë zonën në një nga destinacionet më të rëndësishme turistike dhe kulturore në vend. Projekti u prezantua zyrtarisht nga arkitekti i njohur Emre Arolat në një takim ku mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Ky ishte prezantimi i parë zyrtar i projektit DES, e cila synon të rikthejë Kalas identitetin historik, vlerat arkeologjike dhe rëndësinë që ka pasur ndër shekuj në jetën e qytetare të Elbasanit. Sipas vizionit prezantuar, ndërhyrjet do të jenë të integruara dhe do të fokusohen në përmirësimin e hapësirave publike, restaurimin dhe rijetëzimin e zonës historike, si dhe zhvillimin e potencialit turistik të saj. Synimi final është që Kalaja të mos mbetet vetëm një monument historie, por të shndrohet në një qendër aktive kulturore, arti, turizmi dhe zhvillimi ekonomik për qytetin. Projekti parashikon një qasje moderne, por duke ruajtur autenticitetin dhe trashëgiminë unike që mbart kjo zonë simbolike e Elbasanit.